Tensionet në rënje në lindjen e mesme si dhe shpresa për paqe mes Iranit dhe SBA-s kanë reflektuar menjëherë në uljen e çmimit të hidrokarbureve. Çmimet e naftës, benzinës, por edhe gazit të lëngshëm kanë pasur një rënje të ndjeshme. Krahasuar me javën e kaluar, sipas të dhënave, çmimet janë ulur me 20 deri në 25%. Por sa është reflektuar ulja e çmimit të naftës në pikat e shitjes së karburanteve në qytetin bregdetar të Vlorës. Blu Televizion ka bërë përgjatë kësaj tende një vëzhgim në qytet, ku konstatohet se çmimi i karburanteve është i njëjtë si javën që lan pas, i fiksuar prej ditësh në të njëjtat shifra. Asnjë reflektim në qytetin e Vlorës për uljen e çmimit të naftës, së benzinës dhe gazit. Megjithse në bursat të ndërkombëtare çmimet sigurisht kanë pësuar një ulje edhe për shkak të tensioneve në rënje në lindjen e mesme. Ndërsa në momentin që çmimet rriten, këto reflektohen menjëherë në Vlorë. Kur ato ulen, sigurisht në qytet nuk ka asnjë ulje të vetme. Nafta sot tregtohet me çmimin 206 lek për litër, ndërsa benzina me 189 lek për litër. Gazi i lëngshëm tregtohet me çmimin 69 lek për litër. Pikat e shpërndarjes së karburanteve në këtë çmim të njëjtë janë dakorcuar të shesin hidrokarburet. Të gjitha pikat e karburanteve në qytet, çmimet i kanë të njëjta. Pavarësisht se në bursë çmimi është ulur, në Vlorë nuk ka asnjë reflektim, ndërsa për fat të keq ku çmimet në bursa ndërkombëtare ngrihen, në qytet reflektojnë brenda orës.